që po vinë edhe falës të burimeve njerëzore nga kompani si Google, kompani si Salesforce, OpenAI, pra ChatGPT-a, me cilin na u ka bo për detyrshmëri edhe me komuniku, kompani si Zoom, si Viber, si që përmend edhe te jemi 2 ditë, për dallim për vitit kaluar ku kemi pas vetëm 1 ditë edhe për shkak se njerëzit pjesëmarrësit e kanë shiju aq shumë edicionin e kaluar, kanë kërkuar që me qenë hala më i gjatë dhe na kemi punu shumë më intensivisht për mi sjell 100 falës në Kosovë edhe për kompanive globale, botërore të ndryshme. Kështu që këtë vit kemi mbi 80 sesione të ndryshme. Është një eksperiencë shumë e bukur që vjen në 2 ditë, në sesione shumë interaktive në skena të ndame që funksionojnë paralelisht, edhe kështu që është ideja me ardhë, me mësu, edhe me zgjeru rjetin tëmë profesional, pra me i taku ma të miret, jo veç të industrisë burimeve njerëzore, po të biznesit, të fushës e teknologjisë, të fushës e marketingut, pra gjithçka që lidhet me të ardhmen e punësimit. Hala ka në Kosovë nështë kompani që nuk i dhonë qa shumë rëndësi burimeve njerëzore, nështë nuk e ka një të punësum të tillë. Në kompaninë e tyre sa është i rëndësishëm edhe sa vinë, sa kanë qenë me vitin e kaluar nëse bëni krahasim, sa janë të interesuar pikërisht ta persona që e kanë këtë profesion me marrë pjesë në kësaj samite. Kemi interesim shumë atë madhë, veç vitin e kaluar kemi pas mbi 800 pjesëmarrës, pra nëse e krahasojmë për edicionit parë, kur e kemi kriju si një summit, si një vlerë të shtume për komunitetin e burimeve njerëzore në vend, kemi pas 350 pjesëmarrës në vitin e parë, kurse tash në vitin e kaluar në edicionin e tretë kemi shku mbi 800 pjesëmarrës, ndërsa numri është akoma më i madh, mbi 1000 pjesëmarrës të interesuar i kemi veç deri tash sa po flasim. Me që po vinë edhe falës të burimeve njerëzore nga kompani si Google, kompani si Salesforce, OpenAI, pra ChatGPT-a, me cilin na u ka bo për detyrshmëri edhe me komuniku, kompani si Zoom, si Viber, si Microsoft, pra kompani shumë të njoftuna, po vinë profesionist për këtyne kompanive edhe nga Google, edhe shqiptarë, madje që punojnë këto kompani si Amazon, po vinë me nda një orit e tyne, na kemi punu shumë që disa muj, veç me i binda ta dhe me arë në Kosovë edhe me sjell ekspertizën e tyne.